ushtuar. Në mbledhjen e fundit, siç mirret vesh, edhe vetë Komisioni Europian ka ndryshuar shumë nga teksti i raportit më parshëm roz dhe vendet anëtare kanë sjell kërkesa tjera shtesë të shumta për Shqipërinë në procesin e integrimit. Pra, shqiptarët po paguajnë faturën e vjedhjes nga Lumi Balluku, Edi Rama dhe dy lindat, linde e Akshtit dhe linde e Surrelit, që është dhe kryelinde e Akshtit, në aferat e mëdha korruptive që ndodhen në prokurori, por që ndodhen tashmë edhe në të gjitha kancelarit europiane dhe botërore. Ndërkohë, zemrimi dhe revolta e qytetarëve shqiptar po zjen gjithnjë më shumë. Unë dje isha në Durrës për një nga aferat në tronditse, në të pakrahasueshme për vjedhjen dhe shpërdorim për portin e Durrësit. Porti i Durrësit, që Edi Rama po don ta shndrojë në Dubai në 1.001 netëve, përbën një grabitje të pasurisë publike prej të paktën 3.8 gjen 4 miliard euro dhe një gjob për ndërtim në portit të ri në Porto Romano prej 1 miliard euro. Ndërkohë, duhet thënë se Porto Romano me përmasat dhe projektin që ka është një port që zhvlerëson në mënyrë përfundimtare portet e Shqipërisë, u jep përparësi porteve tjera të rajonit. Ky port ka 1/4 e kapacitetit aktual të portit të Durrësit dhe 1/8 gjerë në 1/50 e porteve tjera të rajonit, kështu që faktikisht Shqipëria, nga një vend me një port strategjik për Bashkimin Evropian, siç është porti i Durrësit, del në një vend pa porte të rëndësishme, dhe kjo vetëm e vetëm që Edi Rama të bëhet super miliardier. Ndaj dhe juftoj të debatojmë për këto çështje dhe çfarë çështje që ju të gjykoni të rëndësishme, jam i hapur për çdo pyetje dhe çdo debat, çdo koment me ju. Fillojmë me Julian Plaku. Ju jeni